Vdekja e studentës shqiptare në Rom, Ilaria Sula, ka tronditur të gjithë Italinë me 22 vjeçaren që u vra nga ishi dashuri i saj, Mark Antonio Samson. Pas nënës dhe të vëllait, ka reaguar edhe babai 22 vjeçares Flamur Sula, i cili në emisionin Shi La Vista tregoi detaje se si lindën dyshimet për vajzën e tij. Herën e fundit që kemi dëgjuar Ilirian ishte të martën dhe na tha se do të kthehej në shtëpi të shtunën. Ajo jetonte me shoqet në Rom, ku ndishte universitetin. Ajo ishte telefonata e fundit, pasi kemi marrë mesazhe nga telefoni i saj. Ishte sikur të ishte vajza ime, shkruante: "Ciao babi, mos u shqetëso, jam mirë. Jam me një djalë dhe një vajzë. Do të kthehem në Terni pas një muaji." Shkruante: "Mos u shqetëso, jam mirë." Kjo gjë na ngriti dyshime. Nëse do të kishte qenë vërtet vajza ime, do të më kishte telefonuar. Të shtunën shkuam të bënim denoncim për zhdukjen e saj. Më pas, të dielën, në komisariat takuam Mark Samsonin, të dashurin e vajzës sime. Nuk e dinim që ishin ndarë. Ai na tha se i vinte shumë keq dhe se ishte i shqetësuar për zhdukjen e saj. Duke i qetë, madje më përqafoi. Mediat italiane shkruajnë se sipas burimeve mjekoligjore, Ilaria Sula ndërroi jetë 48 orë para se të gjendej, ndërsa pritën që në vijim të përcaktohet edhe ekipi mjekoligjor që do të bëjë autopsinë. Samson, ishi dashuri me origjinë filipinase i Ilirias, ka pranuar krimin makabër para policisë dhe ka qenë ai që i ka treguar atyre vendin ku kishte fshehur valigjen dhe trupin e pajetës studentes shqiptare. Në Rom, Ilaria jetonte me vajzat e tjera në një apartament në Via Tiburtina, në lagjen San Lorenzo. Ato ishin të parat që u shqetësuan kur në mbrëmjen e 25 marsit ajo nuk ishte kthyer në shtëpi. Telefoni i saj celular ishte i fikur, than ato. Madje, për disa ditë, celulari i vajzës ka vazhduar të funksionojë edhe pse profilet e saj sociale, pas disa story të postuar në Instagram, janë mbyllur. Si shpranoi në rrëfimin e saj, personi që përdorte pajisjet ishte ishi dashuri i saj, i kapur nga analizat e qelizave GBC, i cili u dërgua mesazh të afërmeve dhe miqve të sëres për të fshehur atë që kishte bërë. "Mos u shqetëso, unë jam larguar, do të kthehem së shpejti." Pastaj heshtje. Zhurma në rrjetet sociale filloi të shtunën e kaluar, pasi prindrit e raportuan atë të zhdukur. Marku gjithashtu duke i shqetësuar, një tjetër inskenim. Në fund, ato mesazhe false zgjuan dyshimet e detektivëve dhe pardje shkuan për të pyetur 23 vjeçarin. Ai u dorëzua disa orë më vonë. Gjatë natës u gjet trupi nga zjarrfiksit, më pas tha se i kishte hedhur celularin Ilirias në një puset dhe thikën në një kazan, por ka ende hije mbi historinë e tij dhe zemrimi. Vdekja e Ilirias është një plagë e tmerrshme për gjithë qytetin, komentoi kryebashkiaku i Romës Roberto Gualtieri. "Ne nuk mund të qëndrojmë indiferent përballë një feminiciteti tjetër të papranueshëm."